Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Sot po takohemi në geopolitik ose në geokult në rubrikën e emisionit tonë për të folur për një temë që është pak interesante, sigurisht për ata që duan qumësht, mund të mos i ndjekin këto emisione, mund të rinë të shikojnë çfarë ky ku fendi, ky ku pordi e kupton. Nga këta tanët këtu, kurse unë do flas për një temë të rëndësishme botërore. Para se të filloj trajtimin e temës, dëshiroj të kujtoj të gjithë atyre që kanë gisht dhe jo këmbëdhije, pra jo deleve, po njerëzve që shikojnë këtë emision, që t'i bën një klik aty ku thotë subscribe, anglisht, do më thënë subscribe, do më thënë abono, dhe në krah ka dhe një zile, tak edhe zilen që jo vetëm të vi sa herë tha për YouTube-in të vinë emisionet e radhës të fundit të podcastit ton të lirisë okult, por njëkohësisht edhe të lajmëroj ndonjëherë kur se ke mendje, kur je duke bërë ndonjë bisedë ose kur je duke ecur në rrugë, të vjen tak të njofton, thotë, u hodh një emision të cilin ti me siguri që e ke qef për ta ndjekur. Flas për të gjithë ata që duan ta hanë mish, jo ata që duan qumësh. Ata që duan qumësh ka plot kanale, pa fund. Mos u futni këtu se do zhgënjeni, kurse ata që hanë mish që janë intelektual dhe kanë nivel të lartë dhe shikojnë shumë më sipër, shumë më lartë se ç'ndodh në botë dhe si organizohet kjo jallane dynja, duhet të ynë patjetër ke okult. Sot tema është shitja e Amerikës, do të jetë një cikël me disa emisione. Çfarë ka ndodhur vitet e fundit me Amerikën? Siç u kam thënë, Britania e Madhe nuk ka hequr dorë kur City of London, qendra e Britanisë së Madhe dhe i gjithë botës, qendra ekonomike, financiare dhe politike, nuk ka hequr kur dorë nga synimi për ta shkatruar Amerikën dhe për ta kontrolluar dhe për ta glabëruar përsëri në jurisdiksionin e saj. Lufta në fakt mes demokratëve dhe patriotëve dhe republikanëve, patriotët në përgjithësi ishin ke Partia Republikane, por që dhe aty leadershipi filloi të uzurpoj nga globalistët dhe nga City of London, në mënyrë figurative, ta themi kështu, ka qenë një luftë e madhe dhe e vazhdueshme. Pas vitit 1913, City of London, ose perandoria britanike, kapi sistemin financiar qendror, ose bankën qendrore të Shtetet Bashkuara, që quhet Fed, sistemi i rezervës federale, ku paraja priteshe nga City of London, nga aksionerët e City of London. Në shumicë, megjithëse është një çike komplikuar ligji, u kanë lënë dhe pak akses këtyre amerikanëve, po në përgjithësi të ardhurat i kanë ata nga prerja e paras, nga hiçi, nga ajri, siç u kam thënë dhe herë të tjera. Kjo ishte një arritje e madhe e globalistëve, të cilët i morën sistemin e prerjes së paras të kontrolluar nga shteti mbas Abraham Lincolnit, sipas mësimeve të Alexander Hamiltonit, ose njerit prej teoricianëve kryesor financiar që kishin etrit themelues më 1776 e mbrapa, kur ai u bë edhe president i Shteteve të Bashkuara. Për të marrë Amerikën, City of London ka punuar ose ka lejuar që të punojnë paralelisht me të dhe vektor dhe faktor të tjerë të cilët do të dobësonin patriotët dhe nacionalistët amerikanë, të cilët grumbullohen ke Partia Republikane. Po siç e thash, mbas vitit 1913 dhe shtënies në dorë të sistemit financiar, ata filluan të kontrollonin dorë dhe Partinë Republikane, ku presidentët të ndryshëm të ardhur nga kjo parti punonin me dashje ose pa dashje për agjendat e
marrjes nën kontroll të Shtetet Bashkuara nga Britania. Ka shumë njerëz që thonë, ore, çfarë flet ky, çfarë thot ky, se sigurisht për herë të parë gjërat do t'i dëgjoni përveç se Okulti dhe Alfred Sakua, ku t'i dëgjoni? Çudirat që të thoni, çfarë thot ky, sytë e smadhuar, të zgurdulluar, ç'është ky i çmendur, dhe mbasi kalojmë pak kohë, filloni flisni të gjithë dhe nuk e përmendni asnjëherë origjinalin. Kështu ka ndodhur gjithmonë. Unë kam qenë nga ata që preva ato maskat kur askush nuk guxonte ta bënte këtë ndonjë televizion tjetër kombëtar në botë. Sot mund të ketë shumë që flasin kundër pandemisë. Shumë kanarina që fillojnë këndojnë, kanë filluar të këndojnë. Unë jam nga ata që kam thënë në televizion kombëtar, fuck you Zelenski. Kam thënë dhe në emisionin Zonë e Lirë, fuck you Zelenski, dhe kjo është arsyeja pse mua më larguan nga ABC-ja këta eunukët që drejtonin ABC-n, si ajo Kolqori e ca tjerë që anë atje. Dhe tash i dalin flasin të gjithë, shajnë Zelenskin, pas takimet me Trumpin janë bërë, cicerojnë të gjithë, po asnjëri nuk thotë që, ore, prisni njerë se këtë që do ketë luftë Rusi-Ukrainë, do t'jetë një luftë e gjatë, do t'i marrë Rusia, do dalë fitimtare dhe do t'i marrë gjithë atë që ajo e quante Novorashja. Nuk e di nëse do t'i merrte apo jo, kam thënë për Odesën, dhe nëse do t'ja linte Ukrainës së mbetur mbi lumin Dnjepër, një port në detin e zi në Odesa. Këta nuk jam i sigurt, kam thënë. Dhe të gjitha që kam thënë unë një kohë që më quanin putinist, më quanin të çmendur, më quanin njeri që se njinte realitetin, që perëndimi do bënte namin, do ta shkatronte Putinin, këtë diktator të vogël që era erës i bënin puçe atje, era erës ishte i vrarë në për gazetat e perëndimit, era erës ishte i paralizuar, ku më 9 maj nuk lëvizte dot duart, poshtë të mbuluara me ato bataniet, unë ju theshan gjitha gënjeshtra. Këta më theshin, ky është putinist, ky është me Rusin, sa e paguan Rusin këta. Tashi janë bërë të gjithë më katolik se papa, dhe dalin, flasin dhe asnjëherë nuk e përmendin origjinalin e këtyre mendimeve këtu në Shqipëri. Megjithatë nuk ka asnjë problem, ne gjithmonë do të jemi origjinal, pra të parët në dhenin e lajmeve, kështu si në kjo temë që po ju jap sot, dhe që shumë njerëz do zgurdullojnë sytë kështu. Çfarë thot ky? E fillojnë bla 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 bla, ignorant tope, bla 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 bla, të çobend dhe barit. Tashi, shitja e Amerikës. Ky është një seri me disa emisione që ne do ta zhvillojmë, dhe siç u thash, City of London, që është bashkëpunimi i financave të qifutve të Londrës dhe i familjes mbretërore Windsor, nga pikpamja politike, të kombinonin intriga dhe fuqitë e tyre për të prishur Amerikën edhe me subjekte dhe me organizime të tjera fetare, siç është vllazëria myslimane, e cila solli në pushtet dy personalitete të fuqishëm mysliman të sponsorizuar, siç do t'ja u shpjegoj, nga vllazëria myslimane, sollën Barack Obamën si president dhe Huma Abedin si eminent gri të sekretares së shtetit, që ishte Hillary Clinton. Por si filloi shitja e Amerikës me hapa galopant, sepse nëpërmjet agjensive sekrete, të shërbimeve sekrete, nëpërmjet të marrjes së kontrollit të shtëpisë së bardhë, u shitën gjithë sekretet dhe teknologjia amerikane ke shtetet e tjera për të rivalizuar Amerikën, siç është Kina, dhe për të cilën do flasim më poshtë për dy shembuj që përmenda. Ka ndodhur një skandal i madh në
vitin 1996-1998 në shtëpinë e bardhë, kur ishte presidenti Clinton. Ju të gjithë e di se çfarë do të mendoni ata që kanë jetuar në atë kohë. Ju do të mendoni se bëhet fjalë për skandalin e Monika Levinskit. Në fakt, skandali Monika Levinskit ishte një skandal për të mbuluar një skandal tjetër ose një tradhti kombëtare që kishte bërë Bill Clintoni, i cili ishte një Rhodos Scholarship, domethënë një nga politikanët demokrat që kishte mbaruar në Rhodos, në Oxford, siç ja u kam shpjeguar në emisionet e para kur kam folur për luftën e Britanisë me Shtetet e Bashkuara duke përdorur si një mash Kanadan, ju kam folur që një nga mënyrat se si u përpoqën britanikët të merrnin në kontroll Shtetet e Bashkuara ka qenë tryeza e rumbullakët, organizimi nga Cecil Rhodes, e asaj që quhet Round Table. Kjo prodhoi think tankun më të fuqishëm në botë që është RIA, Royal Institution of International Affairs, Instituti Mbretëror për Marrëdhëniet me Jashtë. Dhe dega e kësaj, me tradhtarët dhe budallënjt intelektual në Shtetet e Bashkuara, ka qenë CFR, Council on Foreign Relations, e cila u bë një think tank shumë i fuqishëm në Shtetet e Bashkuara, sidomos për demokratët, dhe drejtonte përpiqeshe të krijonte politika dhe shina politike për partitë politike që vinin në pushtet, por sidomos për demokratët. Ka pasur raste kur CFR-s i ka rënë fuqia si rezultat i disa think tankeve të tjera të organizuara nga patriotët në Shtetet e Bashkuara, që janë kryesisht të bardhë dhe që kanë luftuar për të sjellë në pushtet pasardhësit dhe frymën e etërve themelues që themeluan Shtetet e Bashkuara, siç ka qenë ke demokratët, ka qenë një rastësi e madhe kur ka ardhur Kennedy dhe në republikanët erdhi Reagani, të parin e vranë, të dytin e kërcënuan duke e plagosur, derisa ai pranoi një nga njerëzit më të rrezikshëm në shërbimet sekrete, në shërbim të perandorisë britanike, që ka qenë George Bush plaku, gruaja të cilit ka qenë çupa e Aleister Crowleyt, një nga përbindshat më të mëdhenj të okultizmit në historinë botërore, i cili ishte britanik. Edhe djalit ti po ashtu është ai që organizoi goditjen e Amerikës në shtyllën kurrizore duke bërë goditjen e dy kullave binjake dhe duke i lëkundur fort këmbët e Amerikës. Njëkohësisht pas Reaganit, personi i cili duket se po ju kundërvihet, të paktën deri tashi, megjithëse kam për të shumë dyshime, siç është qëndrimi në politikën e lindjes së mesme dhe ndaj palestinezëve dhe qëndrimi ndaj Fedit, janë akoma dy pika që më bën pikë pyetje në lidhje me objektivat e vërteta që ka presidenti Trump dhe grupi i tij, Project 25. Tashi të flasim një çikë për dy praktikante që erdhën në atë kohë në shtëpinë e bardhë. Njëra ishte Monika Lewinsky, e cila i lutem regjis foton e parë ku fola për ardhjen e Clintonit dhe ja ku kam sjellur një foto të dy njerëzve, njëri nga vllazëria myslimane dhe njëra përfaqësuese e City of London si familje, për të shkatruar gjithë independentistët amerikanë nga Britania e Madhe dhe për ta çuar Amerikën në kolaps dhe në luftë civile mundësisht, derisa në fund të përfitonin
të përfitonte City of London, ose dyshja financiare e çifutëve që janë elita, maja e elitës botërore, dhe familja mbretërore britanike Windsor. Mirë, vazhdojmë. Tashi i lutem regjis të paraqis foton tjetër ku është Bill Clintoni me Monica Lewinskin me praktikanten në shtëpinë e bardhja ku e shikoni ku mbas 2 vjetësh të lidhjes së tyre, duhet thënë që Monica Lewinsky ka qenë sa vajza e Bill Clintonit dhe ky skandal shpërthevi për të mbuluar një skandal tjetër. Sigurisht që për skandalin e Monica Lewinskyt, dinastia Clinton, e cila ishte një dinasti që i shërbente agendave të globalistëve, do të mbroheshe prej tyre, qoftë në Kongres, qoftë në Senat, ku ju bëj një impeachment, dhe ai do të mbijetonte prej skandalit seksual, ndërsa në qoftë se do ishte akuzuar për tradhti kombëtare dhe do të diskutoj për një skandal tjetër që do t'ja u them tashi, me siguri që Bill Clintoni do t'i kishte patur punët keq. Ndërsa të gjithë u fokusuan tek pabesia e Clintonit, skandalet e tjera u larguan dhe u futën poshtë shilimit. Sepse të gënjesh në mbetim për të fshehur një marrëdhënie seksuale të papërshtatshme në shtëpinë e bardhë nuk ishte kur një kërcënim, siç e u thash, për familjen e marrë në mbrojtje nga oligarkia botërore, familjen e Clinton. Kurse tradhtia do t'i jepte fund administratës Clintonit. Çfarë kishte ndodhur? Shtetet e Bashkuara, siç ja u përmenda pak shkarazi, kishin filluar të ndihmonin Kinën me teknologjinë e tyre më të përparuar raketore. Ashtu siç bën me Obamën dhe me Hillarin si sekretare e shteti, mbasi erdhi Obama në pushtet në skandalin e Bengazit. Sado i turpshëm që ishte skandali i Monica Lewinsky, Clintonët si çift e pritën me jo me shumë vështirësi, sepse ky skandal i ndihmoi për të fshehur të skandalin tjetër të dhënies teknologjisë armëve. Po, çfarë mund të jetë më e keqe se një lidhje me praktikante në shtëpinë e bardhë? Sipas New York Timesit të asaj kohe, disa komitetet Kongresit po hetonin nëse politika e administratës për eksportimin e teknologjisë satelitore hapësinore në Kinë e ka ndihmuar Kinën dhe vendet e tjera që ta zhvillojnë dhe të përdorin raketa bërthamore. Sipas disa të dhënave të Pentagonit, thuhet se raketat bërthamore të Kinës ishin avancuar ndjeshëm në vitin 1996, pasi shumë shkencëtarë amerikanë po punonin për kompani të satelitore kineze hapësinore dhe i dhanë Pekinit ekspertizë në sistemet e udhëzimit. Teknologjia e nevojshme për të vendosur një satelit komercial në orbit është ngjashme me atë që drejton një raketë bërthamore me rrezet gjatë veprimi për ta çuar drejt objektivit të saj. Një senator që quhej Thad Cochran, republikan nga Mississippi, deklaroi se unë nuk e pajsoj Kinën. Ne po flasim për politikanët tanë të qeverisë tonë që janë përgjegjës për transferimin e kësaj teknologjie dhe ky rast është një shembull i qartë se çfarë ka ndodhur. Kongresi në këtë kohë kishte hapur disa hetime kundër administratës së Clintonit që kishte lejuar teknologjinë e avancuar raketore nga kompanitë amerikane për të transferuar këto teknologji në Kinë. Dhe kjo gjë i lejoi kinezët të lëshonin raketat e tyre në orbit. Kjo ishte një shkelje e dukshme e sigurisë kombëtare të Shtetet e Bashkuara. Kinezët në atë kohë po luftonin për të lëshuar me sukses raketat e tyre
Dhe kjo teknologji e avancuar ju dha prej presidentit Clinton, nga Shtëpia e Bardhë kur ai ishte president. Kjo e ishte dora për të mbajtur në sekret këtë lloj teknologjie dhe për ta transferuar atë në Kinën komuniste, ndodhi në vitin 1996, në të njëjtën kohë kur filloi edhe të flitej për skandalin Lewinsky. Një person në administratën e Clintonit ishte në qendër të kësaj tradhtie. Ky person po bënte një lajm të madh në vitin 1996 dhe këtë lajm e mbuloi Lewinsky. Ky është një shembull i shkëlqyer se si një hetim mund të mbijetojë në objektivin e tij dhe të largojë nga syri i publikut një hetim mbi çështjet financiare për një zyrtar të lartë që sot është i ndjerë për shkak se është eliminuar, një nga të paktët, një nga të shumtët e eliminuar nga çifti Clinton fizikisht, dhe për këtë kishte pasur një sipërmarrje nga Teksasi sekretari i tregtisë Ronald Brown ka qenë objektivi fillestar i skandalit dhe i hetimit prej Kongresit. Prokurore e përgjithshme e Shtetet e Bashkuara, Janet Reno, në pranverën e vitit 1995 tha se zoti Brown, me sa duket, nuk ka raportuar siç duhet pagesat e mëdha nga një partnere biznesi siç është zonja Hill. Ju lutem regjis një foto të sekretarit tregtisë Ronald Brown me presidentin Clinton. Ja ku kini dy babaxhanët, ku ky bjondi urdhroi t'i fusnin një plumb në kokë atij Ezmerit më mbrapa. Objektivi fillestar i këtij hetimi federal, siç e thash, ishte sekretari i tregtisë të Bill Clintonit, Ron Browni. Ky e mori emërimin sekretar shteti pikërisht sepse ishte një grumbullues i madh fondesh për Clintonit në kandidimin e tij të parë presidencial. Dhe Clintonit i duheshin shumë lek, dhe sigurisht që për mandatin e dytë i duheshin akoma dhe më shumë lek, dhe sigurisht lekët ja sigurovi Ron Brown duke shitur teknologjinë tek kinezët. Por çfarë ndodhi me sekretarin e tregtisë Ron Brown? Le të citojmë New York Timesin asaj kohe. Një avokat i pavarur, Daniel Pearson, u emërua, por ndërsa hetimi ishte ende në fazat e hershme, zoti Brown u vra në një aksident me avion në Kroaci më 3 prill 1996, kur Ballkani ishte në luftë, akoma nuk ishte në paqe. Ja dhe foton ku e keni të avionit të rrëzuar në Kroaci. Hetimi më pas u transferua në Departamenti i Drejtësisë të Shtetet e Bashkuara. Por një avokat i pavarur ishte caktuar për të shqyrtuar korrupsionin e Brownit para se ai të vdiste. Me këtë aksidentin që e shpjeguam. Ron Brown ishte në hetim penal dhe i lidhur personalisht me Clintonët për mbledhjen e palishme të fondeve për fushatën presidenciale të tyre. Clinton ishte në garë për rizgjedhje në atë kohë në vitin 96, në nëntor u bën zgjedhjet, dhe Ron Brown vdiq në prill të vitit 1996, disa muaj më përpara. Kush e caktoi në radhë të parë këshilltarin e pavarur? Një gjykatë federale e apelit, sipas Greensboro News, emëroi avokatin e Miamit, Daniel Pearson, si këshilltar të pavarur për të hetuar çështjet financiare sekretarit tregtisë Ron Brown, dhe Pearsoni ishte i 4-ti këshilltar special që hetonte zyrtarët e administratës Clinton. Pearson ishte 64 vjeç, një ish gjyqtar i shtetit dhe prokuror federal,
Dhe ky u pyet për të përcaktuar nëse Browni kishte shkelur ligjin në marrëdhëniet e tij financiare private ose në raportet e tij publike të atyre transaksioneve që kishte bërë në favor të buxhetit të fushatës së Clinton. Burimet ligjore thanë se hetimi i Brownit, që ishte ish kryetari i Komitetit Kombëtar Demokratik, do të zgjaste dhe në fushatën presidenciale të vitit në 1996. Ky hetim i pavarur i avokatit, siç ja u thash Pearson, ishte gati të hapte kutinë e Pandorës për mbledhjen e palikshme të fondeve dhe shitjen e sekreteve të Amerikës, sekreteve ushtarake drejt Kinës. Dhe kjo mbyll me vdekjen e atij që ishte nën akuzë, pra me vdekjen e Ron Brownit. Vetëm një nga shumë vdekjet e dyshimta që rrethojnë çiftin Clinton. Ron Brown dinte shumë, ai u bëi tepërt dhe Clintonët e flakën. Ambasadori Christopher Stevens ishte gjithashtu në mënyrë të ngjashme në një situatë të ngjashme në Bengazi. Të njëjtat lojra si me rastin e Brownit edhe Christopher Stevens, për cilin do flasim në një emision tjetër. Pasi Ron Brown vdiq, sekretari i tregtisë për të Shtetet Bashkuara, për ata që e kanë hapur tashi videon, hetimi u transferua në prokuroren e përgjithshme të shtetit që ishte Jeanette Renaud, siç e përmenda dhe më përpara. Nuk kishte më nevojë për një avokat të pavarur, pra çështja duhej mbyllur. Kjo e hoqi objektivin nga administrata e Clintonit. Ka një moment klasik në funeralin e Ron Brownit, kur Bill Clinton, që vajti ta përcillte, u kap nga disa kamera që ai nuk i kishte vënë re që ekzistonin aty, u kap duke qeshur dhe duke shprehur një kënaqësi të madhe në ceremonialin e vdekjes së Brownit. Ron Brown vdiq, siç u thash, në prill të vitit 96 me një aksident avioni në bordin e një avioni të forcave ajrore që udhëzua në një shpatmali në Kroaci. Avioni pati dështime të dyshimta të aftësisë për të lundruar në ajër. Ka dyshime të mëdha se pse i humbi kjo aftësi. Po çfarë po bënte sekretari i tregtisë që fluturonte në një zonë lufte? Nuk ishte vetëm shitja e teknologjisë raketore në Kinë, në lojë. Gjithçka ishte në shitje. Ish sekretari i tregtisë Ron Brown vdiq, siç u thash, më 3 prill 96 pranë Dubrovnikut në Kroaci. 34 persona që shoqëronin atë në misionin tregtar vdiqën gjithashtu nga përplasja. Ne kemi gjetur disa materiale nga Judicial Watch dhe ka një dyshim të arsyeshëm se misionet tregtare të Departamentit Tregtisë së Brown u shitën për të mbledhur fonde për Komitetin Demokratik dhe fushata Clinton Gore 1996, ku Al Gore ishte zëvendës presidenti. Ka prova të fuqishme që Bill dhe Hillary Clinton e dinin dhe e miratuan këtë skem të Brownit të palikshme për mbledhjen e fondeve. Bill Clinton kishte vetëm një aftësi dhe një detyrë gjatë periudhës së tij presidenciale, 2 periudhave. Ai gjithçka e kishte vënë në shitje nga Amerika. Clintonët e nxorën Amerikën në shitje në çdo lloj forme dhe në çdo lloj mënyre që edhe nuk mund të imagjinohet. Ata
madje dhanë me qira dhe dhomën e Abraham Lincolnit në shtëpinë e bardhë për donatorët e mëdhenj të cilët jepnin fonde përkundër dëshirës së tyre për të fjetur një natë në dhomën dhe në krevatin e Abraham Lincolnit. Kjo ishte kulmi i shitjes së Amerikës. Gjithçka pra kishte të bënte me parat. Por, sidoqoftë, skandali i mbledhjes fondeve të fushatës në këto forma brenda Amerikës nuk ishte asgjë në krahasim me shitjen e teknologjisë së armëve për armiqtë e Amerikës. Më serioze se shitja e pronës publike për kontributet e fushatës, pra, ishte mundësia që transferimet e teknologjisë amerikane të miratuara dhe të mbikëqyra në departamentit tregtisë i Ron Brown cënuan sigurinë kombëtare. Bernard Schwartz, kreu i Loran Corporation dhe një donator i madh për Clinton, shoqëroi Brownin në një mision tregtar në 94 në Kinë. Gjatë këtij misioni tregtar, Brown organizoi një takim midis Schwartzit dhe një zyrtarit të lartë të qeverisë kineze. Ky takim çoi në një transferim të teknologjisë amerikane të raketave te kinezët, që tani vazhdon të jetë objekt i një hetimi të Kongresit. Administrata e Clintonit në fakt u shiti teknologjinë amerikane të raketave udhëheqësve komuniste në Kinë. Në atë kohë, Kina nuk mund t'i dërgonte raketat e saj në orbit, kështu që ata nuk kishin kërcënim për Shtetet e Bashkuara ashtu siç ata janë sot, kur një gjë të tilla bën lehtësisht. Ron Brown ishte ndërlidhësi midis Kinës dhe administratës së Clintonit. Nuk kishte asgjë që nuk shitej në sundimin e Clintonëve. Clinton lejoi gjithashtu shitjen e superkompjuterave raketor në Kinë. Këta superkompjutera ndihmuan në avancimin e programit të raketave bërthamore të Kinës për rreth 20 vjet. I lutem regjis një foto ku është presidenti Bill Clinton dhe ish presidenti kinez Jiang Zemin në vitin 1996 në ambasadën kineze në Shtetet e Bashkuara. Mbrapa duket ambasadori kinez. Kjo shitje e teknologjisë ushtarake në Kinë ishte alarmante dhe të roqi vëmendjen e Kongresit që, siç thash, hapi hetimi Ron Brownit mbi marrëdhëniet e tij të korruptuara të biznesit ishte gati të zbulonte shumë krime të tjera të lidhura me Clintonët. Mbledhja e palikshme e fondeve ishte vetëm maja e icebergut në administratën e Clintonit. Në kohën e vdekjes së tij, Ron Brown ishte thirrur për të paraqitur dokumenta në lidhje me shitjen e vendeve në misione tregtare kundër departamentit të tregtisë. Nolanda Hill, që ishte një mike dhe partnere biznese e Brownit, dëshmoi në mbetim se Browni kishte treguar asaj një koleksion dokumenteve të tilla në një portofol lëkure struci. Pak para vdekjes së tij, Brown thuhet se tha për problemet e tij ligjore në rritje. Unë jam shumë i vjetër për të shkuar në burg dhe nuk e kam problem. Por nëse unë zbres në qeli, do t'i marr të gjithë të tjerët me vete. Rrethana dhe dyshimta rreth rrëzimit të aeroplanit të Brown kanë shkaktuar shumë spekulime dhe lojra të ndyra. Sekretari i tregtisë Brown, që ishte në hetim dhe që ishte thirrur disa herë për të dëshmuar, ishte në panik sepse ishte në qendër të gjitha këtyre marrëveshjeve të palikshme që përfshinin Clintonët. Dhe ai po kërcënonte se do të bënte një marrëveshje për të shmangur burgun me drejtësinë. Dhe kjo nuk kaloi pa u vënë re nga Clintonët, të cilët nuk lejonin panik. Koha e vdekjes së tij, duke pasur parasysh hetimet dhe thirrjet e tij, ishte më se dyshim. Po kështu është edhe numri i vdekjeve që rrethojnë Clintonët dhe skandalet e tyre. Po pse vdekja e Brownit ishte kaq e dyshimt? Nga Bukal.com kemi marrë të material duke bërë vdekjen e Brownit edhe më dyshimt është fakti se ai kishte një vrim të pjerët të brendshme të rumbullakët 45 inç në pjesën e sipërme të kokës dhe trupi i tij po përpunoi nga Instituti i Patologjisë Forcave të Armatosura. Historia e vrimës në kokën e Brown lindi më 24, u shfaq publikisht më 24 nëntor të vitit 96 në kohën e fushatës
me një raport nga Christopher Rudi në gazetën Pittsburgh Tribune. Rudi raportoi se nën koloneli Steve Coxwell, një zëvendës ekzaminues mjekësor në patologjinë e forcave të armatosura, ka vënë në pikë pyetje se Brown mund të ketë vdekur më përpara nga goditja me forcë si rezultat i një plumbi që ka marrë në sipërfaqen e sipërme të kokës. Coxwell nuk e ekzaminoi personalisht trupin e Brownit, por ai bazoi dyshimet e tij në rrezet X dhe fotografitë e majës së kokës së tij. Gjithashtu i dyshim sipas Coxwell, pra nën koloneli Steve Coxwell, ishte fakti se rrezet X origjinale të kokës së Brownit treguan fragmente të mundshme të depërtimit metalik në tru në përputhje me një plagë arme zjarri e cila ka lëvizur me shpejtësi të lartë. 2 rrezet X të kokës mungojnë në dosjen e Brown dhe Coxwell dyshon se ato nuk janë vendosur kur në dosje dhe janë zhdukur prej saj. Më 5 dhjetor 1997, Instituti Patologjisë së Forcave të Armatosura i imponoi një urdhër Coxwell duke detyruar ata të referonte të gjitha hetimet e shtypit që ai kishte dhënë në shtyp mbi çështjen e Brownit në zyrën e marrëdhënieve publike të saj. Ron Brown nuk duhej të mbijetonte rrëzimit të avionit, pra ai ishte goditur dhe me një plumb për siguri. Steve Coxwell pa rrezet origjinale X dhe vendosi që Brown e shpalli këtë, kishte një vrim plumbi në kokë. Rrezet X më pas u zhdukën dhe një urdhër u vendos mbi Coxwell, sepse Clintonët ishin të paprekshëm. Por Coxwell nuk ishte i vetmi patolog i Institutit Patologjisë së Forcave të Armatosura që mendonte se vriman majt kokës së Ron Brown ishte një vrim plumbi. Vazhdojmë me disa informacione nga bukal.com, nga website-i bukal.com. Nëse çështjet do të kishin mbetur atje, ne mund ta hidhnim poshtë Coxwellin dhe të rrezikonim karrierën e tij ushtarake duke bërë akuza të egra, por më 9 dhjetor 97 ishte një person tjetër nën koloneli David House, një tjetër patolog i këtij institutit forcave të armatosura, i cili doli dhe vërtetoi ato që theshte Coxwell. David House, pra nën koloneli, një nga ekspertët kryesor të Institutit Forcave të Armatosura për plagët me armë zjarri, ishte i pranishëm në dhomë kur trupi Brownit po ekzaminohej. Një zhurmë shpërtheu në gjatë ekzaminimit kur shefi Kathleen Janoski gjatë ekzaminimit të trupit tha, wow, shiko vrimën në kokën e Ron Brownit. House shkoi dhe verifikoi që plaga kishte depërtuar në kafkë dhe kishte shkatruar lëndën e trurit. Sipas House-it, plaga dukej si një vrim hyrëse kalibri 45, ishte shpuar pra me një plumb. Pasi House foli me Rudin, urdhri u zgjerua për të përfshirë të gjithë personelin e Institutit Forcave të Armatosura. 3 patolog të veçantë ushtarak, duke përfshirë një ekspert për plagët nga plumbat, arritën të gjithë në përfundimin se kishte një vrim plumbi në kokën e Ron Brown. Më pas u vendos një urdhër në të gjithë departamentin dhe mbyllja e kësaj çështje përfundoi. Por gjëja më e madhe që bëri të zhdukej gjithë kjo tradhti e Clintonëve përballë gjithë opinionit publik të brendshëm dhe të jashtëm, ishte historia e një praktikante, pra ishte historia Monika Levinskit, e cila e mbuloi këtë çështje tradhtie dhe shpejt mbyti mediat e Shtëpisë Bardhe të Washington DC-s. Ky ishte një incident i krijuar në mënyrë të qëllimshme dhe po funksiononte
në 24 orë në të 7 ditët e javës. Në vend që Clinton kjo çështje ti rrezikonte, në fakt i ka ndihmuar që ata të fshinin hetimet e Kongresit për shitjen e teknologjisë ushtarake në Kinë me qëllim që të mblidhnin fonde për të fituar mandatin e dytë gjatë fushatës nëntor, gjatë fushatës së zgjedhjeve në nëntor të vitit 1996, ku në fakt Clinton fitoi mandatin e dytë. Gjithashtu, kjo shërbevi për pastrimin e parave të grumbulluara. Kishte pra disa tregues së vërtetës në atë kohë, cilët thanë se Ron Brown kishte një vrim plumbi në kokë dhe nuk diq nga rrëzimi i avionit, por gjithë institucionet qeveritare që duhet merreshin me këtë punë dhe duhet ta tregonin heshtën. Këtu mendoj që të mbyllim emisionin për sot, duke u thënë se vdekja e dyshim të sekretarit të tregtisë Ron Brown dhe shitja e sekreteve prej tij jashtë Amerikës u futën poshtë qëllimit nga një histori që përfshinte një praktikante, një histori e madhe që filloi të zhvilloi shumë poshtë radarit që kishte qenë më përpara e fokusuar media. Në vitin 1996, kur Bill Clinton kishte një lidhje të fshehtë me Monica Lewinsky dhe shumë hetime po zhvilloheshin, kishte një histori shumë më të madhe për një praktikante që të roqi zero vëmendje. Dhe kjo ishte Huma Abedin, një praktikante tjetër e cila kishte ardhur pranë Clintonve, po jo pranë Bill Clintonit, po pranë Hillary Clintonit, e cila ishte pjesë e vllazërisë myslimane dhe kishte të njëjtin synim që Shtetet e Bashkuara të iknin nga duart e nacionalistëve dhe independentistëve dhe fuqia e saj të zhbehej dhe dora dorës mbas futjes në kolaps apo në një luftë civile apo në një anarki, siç e kanë ndëruar vazhdimisht globalistët, Shtetet e Bashkuara pas kësaj anarkie të kontrolluar të binin dora dorës nën kontrollin e Britanisë dhe City of London, e dyshës financa dhe ekonomi të çifutëve me familjen mbretërore nga ana politike, institucionale dhe të dyja bashk bëjnë sistemin se si drejtohet shteti dhe qeveriset një vend. Duke u kujtuar edhe një herë për të bërë subscribe, të gjithë ata që nuk kanë kështu thundra dhije, se ata s'kan si ta bëjnë atë subscribe-in dhe këtu e kanë të trash, kupton? 10, jo 10. Vetëm ata që janë njerëz që kanë gisht një subscribe, që të kenë mundësi, nuk paguajnë asnjë lek, nuk lodhen fare, vetëm një klik kështu, tak. Ka ato rregullat YouTube-i, i shkruan atë adresën e emailit edhe passwordin. Ata që s'din ta bëjnë, ti thonë ndonjëri që kanë ndonjë nip, ndonjë kështu, këta që janë mosha pak më të vjetra që s'janë adoptuar akoma me teknologjinë, dhe të bëhen subscribe, të bëhen abonent të emisionit tonë. Rast tjetër, do vazhdojmë me skandalin e Huma Abedinit dhe përpjekjet e vllazërisë myslimane për të kontrolluar shtëpinë e bardhë. Nga unë, Alfred Sako, përshëndes të gjithë ata që anë mish, miru pafshim.